Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës dashit. Uroj të jeni mirë. Ju kërkoj ndjes që nuk kam arritur të lexoj deri tani. Kisha një rast në familje dhe prandaj të dashur deshër do fillojmë apo do vazhdojmë pas aty ku kemi ngelur me leximin e radhës. Jemi duke filluar me letrën 9. Kësaj radhe dua të lexoj letrën, por dhe këshillën e saj që jep me të dhe pastaj përmbledhjen e leximit. 9 të shkopive është fuqi. Në fakt ky person që jeni ju tregon që ka duruar shumë, ka ngoditur sfida pas sfide, por nuk jeni dorëzuar. Jeni në një prag të fitimit, por pikërisht tani dukeni apo ndiheni më të lodhur se kurrë. Mesazhi i kësaj letre të dashur deshër: mos merr vendime kur je i lodhur. Jepi vetes pak kohë për të rikuperuar, sepse je shumë më afër zgjidhjes se sa mendon. Këto janë shkopitë që të kanë rrethuar gjithandej. 2 të shkopive, dhe këtu kemi tjetrën, kemi shumë shkopi që tregon shpejtësinë e tyre, janë energji e zjarrit, ke një zgjidhje përpara dhe ajo nuk është e lehtë. Është apo jeni mes shndrimit të një situate të njohur tashmë, por të vështirë, ose hapjes ndonjë rrugë të re që po ju frikson. Këshilla e kësaj letre të dashur: nëse dëshironi ndryshim real, mos kërko siguri. Nga që nuk e dim çfarë është hapi tjetër, apo jo, mjafton të dëshironi. Kërko fuqi për të zgjedhur ndryshe. Ju e dini tashmë çfarë ju mungon. Duhet të zgjedhësh me guxim. 5 të gurit, frika më e madhe këtu është: po bëra këtë hap, po sikur të mbetem bosh, po mos më vajti ashtu siç dua, pa mbështetje, pa para, pa asgjë. Ky letre të paralajmëron të mos lejosh që mungesat materiale të bëhen arsyetimi yt për të qëndruar i bllokuar. Mungesa është e përkohshme, çfarë do lloj mungese qoftë ajo, të dashur deshër, por ngecja do të jetë aty e përjetshme nëse nuk bëni këtë zgjedhje. Dhe të dëshiruarit që ndryshon gjithçka, të dashur deshër. Kjo letër nuk flet vetëm për dashurinë, ajo është një kryqëzim. Tani jeni përballë një vendimi që ka potencial të ndryshojë jetën, një ndjenjë ose një rrugtim personal. Zgjidh nga dashuria, jo nga frika. Zgjidh nga nevoja, ta them ashtu, jo nga detyrimi. Nëse ajo që po zgjedh të mban të vogël, atëherë nuk është zgjedhja e duhur. Të dashur deshër, përmbledhja e gjithë leximit thotë je në fund të një betejë të gjatë, por jo në fundin tënd. Je përballë një vendimi, vazhdo me atë që di, apo rreziko për diçka më të madhe. Frika për të mos pasur mjaftueshëm çfarëdo që të jetë ajo që ju shqetëson, është vetëm bllokim për ju, por kjo frikë është një provë, jo një pengesë e vërtet. Zgjidh atë që të fuqizon, jo atë që të jep vetëm rati të përkohshme, të dashur deshër. Nëse ndihesh i lodhur, është sepse ke luftuar deri tani, jo sepse je i dobët. Këtë duhet ta mbani mend. Mos e ngatro lodhjen me humbjen. Ti je vetëm një zgjedhje larg kthesës që të takon. Çfarëdo që të jetë, jo pas apo jo një hap pas tani, por para, të dashur deshër.